Ndjekje si në filma. Njëri ka bërë zbor policisë të Vlorës me zgjidhjen e kësaj të shtune. Gjithçka ndodhi në zonën e Skelës. I riu po udhëtonte me motor teksa një patrullë policisë i ka bërë sinjal për të ndaluar, por ai nuk i është përgjigjur dhe është larguar, duke i lënë policisë si provë apo gjurmë identifikimi vetëm shapkat që i kanë rënë në tentativë për t'u larguar. Sinjalizimi për t'u ndaluar i është dhënë në lagjen 10 Korriku, por sa po pikasi policin, ai u largua. Grupi i gatshëm ka njoftuar sallën, e cila ka angazhuar më pas disa shërbime të policisë për të krehur zonën. Me motor dhe me automjete për rreth 45 minuta, policia ishte në kërkim të autorit rebel, por që patjetër që e kishin të lokalizuar. Policia rrethoi lagjen 10 Korriku, zonën e Skelës, shtëpinë e Pavarësisë, zonën e Portit dhe hyrjen e Lungomares, por nga ana tjetër kanë pyetur edhe dëshmitar apo qytetar të rastësishëm në rrugë. Sirenat e policisë kanë tërhequr jo pak vëmendjen e qytetarëve, të cilat ngjasonin me xhirimin e ndonjë filmi aksion. Por më në fund i riu është lokalizuar dhe është arritur të ndalohet nga policia në brendësi të zonës paralel me Lungomaren në lagjen 10 Korriku. Ky episod solli kureshti edhe tek qytetarët, të cilët nuk po kuptonin se çfarë po ndodhte. Mbetet për t'u parë se kush është i riu që vendosi në provë policinë e Vlorës këtë të shtunë, duke alarmuar atë. Të paktën deri në pasditën e kësaj të shtune, nuk ka patur asnjë njoftim zyrtar nga policia për këtë ndalim që u shoqërua me shoh dhe shumë zhurmë.